Skënderbeu po priste çastin që të zbatonte planin e tij dhe vrente me kujdes situatën e turqëve. Mas një luftimi të lehtë, ai filloi të lëshonte ngadalë terren bashkë me njësitë e veta. Erdhi çasti. Gjeri urdhëron trupat të kthejnë kurrizin armikut e të tërhiqen nga betejë. Për Pashajin kjo ishte një pamje e kopshme. Aleksandri i Perandoris duke se ambat nga Afrika e janosh Huniatit. Trupat turke i lëshoi zemrën. Hungarizët marrin guxim nga Afrika e armikut. Ata rrisin përpjekjet dhe me lehtësi i dërmojnë radhët turke. Humbjet osmane ishin 2000, ndërsa 4000 trupa u zunë rrobë. Ndërta u kap eunuku i sultanit dhe Isak Bey Evrenozi, ndërkohë Isak Beu ra në betejë.